Ish-ministri i Drejtësisë Krenar Lloga në Klik Plus tha se derisa ishte ministër e kishte nisur iniciativën për ta zgjidhur jo vetëm provimin e jurisprudencës, por edhe atë të notariatit dhe përmbarimit që të jepen edhe në shqip. Sipas tij, gjithçka ishte gati, propozimi ishte nënshkruar nga kryeministri atëhershëm Kovacevski dhe procedura kishte arritur në kuvend, por me ardhen e qeverisë së re, siç thotë Lloga, procedura u ndërpre. Ju edhe sot mund të përlumtoni në web faqen e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe do të shihni se në pika 42, 43 dhe 44 janë 3 ligjet të cilët janë propozuar nga ana e qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe nuk ka pasur asnjë farë lloj problemi. Ju mund të shihni po kështu të 3 propozim ligje të cilët kanë arritur në kuvend me miratimin dhe pajtimin e të gjithë palëve të involvuara dhe nuk ka pas asnjë vërejtje. Domethënë është provimi në gjuhën shqipe për jurisprudencë, notariat dhe për përmbarim. Pra ju po thoni që i keni dorëzuar të gjitha këto dhe në moment erdhi qeveria teknike dhe pastaj gjithçka u frenua dhe gjithçka, domethënë ne ju nështruam procesit zgjedhor. Dhe të gjithë këtë procedurë, domethënë kjo procedurë u ndalua apo u tërhoq në momentin kur erdhi qeveria e re. Qeveria e re dhe fatkeqësisht pas një reagim publik, jam çuditur në atë kohë dhe sot me kryetarin e kuvendit i cili nuk dha asnjë sqarim përse këto ligjet janë tërhekur nga procedura parlamentare. Po thoni që zotëri Afrim Gashi ka qenë në dieni për të gjithë këtë procedurë të cilën ju e keni iniciuar dhe ai e ka tërhekur prapë. Këto gjitha që po ju flas i keni në web faqen e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë. Reaguan nga Vlen. Deputeti Adnan Azizi tha se deklarimet e Llogos në Klik Plus ishin vetëm folklor dhe deklarata politike. Krenari unë sa e di kur ka qenë ministër, në vend që ta zgjedh me të drejtë që e ka pas kuadrat ministrisë së vetë, me vendim të ministrisë nuk e zgjodhi. Vetëm problem që e zgjodhi Krenari sa ishte ministër ishte abstenimin dhe vjetërsimin e lëndës së Mjalkovit dhe Jankullovskës. Prandaj këto kanë vetëm folklor, kanë vetëm deklarata politike, çdo ligj që është jashtëzakonisht i mirë për shqiptarët, për studentët, për provimet që po i zgjedhim në mënyrë sistematike, duhen që të krijojnë përbaltje për të thënë se edhe këto nuk kanë gjetë zgjidhje, po ka zgjidhje me defekte, që nuk është e vërtetë. Ndryshe nga Vlen tashmë thonë se është arritur zgjidhje, jo vetëm për ligjin për jurisprudencën, por për të gjitha provimet shtetërore që ato të jepen edhe në shqip. Nga ajo që kanë bërë të ditur për provimin e jurisprudencës, thonë se pjesa teorike do të jepet në shqip, ndërsa ajo praktike në maqedonisht. Lloga këtë zgjidhje quajti zgjidhje gjysmake.